Gianni Infantino u detyrua të përballet me një ser polemika që kanë rrësuar atmosferën e festave të turneut më të madh të futbollit në planet e 2 ditët e para të Kupës së Botës. Qetësohuni, relaksohuni, ishte mesazhi i Infantinos për kritikët, teksa ai mbrojti mënyrën se si FIFA ka trajtuar problemet me vizat dhe hyrjen në vendet pritëse. Sipas tij, organizata nuk ka kompetenca për të diktuar politikat e emigracionit të shteteve organizatore. Një nga rastet që ka shkaktuar më shumë reagime është ai i arbitrit somalez Omar Abdulkader Artan. Ai pritej të bëhej arbitri i parë somalez në historinë e Kupës së Botës, por autoritetet amerikane i ndaluan hyrjen në SBA për shkak të lidhjeve të pretenduara me persona të dyshuar për terrorizëm. Pas kthimit në Mogadishu, Artan u prit si hero nga mijëra qytetar. Ndërkohë, Federata Iraniane e Futbollit njoftoi se kuota e biletave për tifozët iranian ishte tërhequr vetëm pak ditë para nisjes së turneut. Ajo ka lënë shumë tifoz që kishin rezervuar udhëtimet pa mundësi për të ndjekur ndeshjet e kombëtares së tyre. Problemet nuk mbarojnë këtu. Sipas raportimeve, hotelet në disa qytete pritëse vazhdojnë të kenë dhoma bosh, ndërsa rezervimet e fluturimeve kanë mbetur nën pritshmëri. Çmimet e larta të biletave konsiderohen si një nga arsyet kryesore që kanë frenuar interesin e tifozëve. Kupa e Botës 2026 është zgjeruar në 48 skuadra dhe 104 ndeshje të shpërndarë në stadiume në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksik. Por kraha sfidave sportive dhe organizative, turneu po përballet edhe me kritika mjedisore. Një raport i publikuar së fundmi vlerëson se aktiviteti mund të prodhojë rreth 7.8 milion ton dioksid karboni, duke e bërë këtë një nga botërorët me ndikim më të madh klimatik në histori.